Omer radiallahu anhu ja kujtonte vetes pas u bër udhëhes I besimtarëve dhe pushtetit I arriti në Persi, në Rom, në Egjipt, një shtet shumë të madh dhe shumë të fuqishëm. Ja kujtonte vetes se ishte bari I deveve, duke I thonë: Umar ibn Khattab, ti ke qenë bari I deveve të filan fisit dhe kujdestar I tyne. Njëherë një njeri I tha: O Omer, dhe kjo pak sa preokupoj unin e Omerit, pse nuk e thit me titullin pris I besimtarëve. Pastaj thotë Enesi, me vrap Omeri u largu prej atij vendi dhe vazhdova ta përndjek se çfarë po bën. Tha u fut në një shtëpi të mëshme dhe u afrova afër që ta dëgjoj çfarë thotë. Tha e godiste veten duke thonë: të pëlqen të thuhet pris I besimtarëve, po të si gjë tjetër veçse bari I kopeve të filan fisit, s'ke qenë gjë tjetër veçse njëri pa vlerë tek baba jote, tek familja jote, dhe sot që pak Zoti dha pushtet, ti po kërkon prej njerëzve, nëse fillojnë ana me kërku autoritet prej njerëzve, respekt prej njerëzve, fillojnë me largu bosullën për... Por Omeri ishte I përgëzuar me xhenet. Edhe nëse, ai ndoshta nuk kishte këtë problem shumë me vete, po dëshironte ta mësonte ne umet mbar, ne pas 1430 vjetë prej kohës kur kanë qenë udhëhes I besimtarëve, I mësojmë mësimet e tina. Nëse një njeri I garanton me xhenet, ka kësi probleme, çfarë themi për ne? Veçanërisht ata që Zoti ju ka dhënë pak famë, pak pasuri, pak pushtet tek njerëzit. Të kenë kujdes.